Po, desha dhe të takoja. Në punë. Jo, nuk do të shkoj, kam pushim sot. Po, të pak të gjysmore. Në fakt, kam disa punë shtëpie dhe do të ishte më mirë ndoshta sikur... Kam një shqetësim cilin doja të bisedoja me ty. Mirë, mirë. Vrasje me paramendim. Po që rëndësi ka kjo Lula, vetë vrasja apo aksident? Ai nuk është më tani. Si nuk ka rëndësira. Ti nuk e njeh, po unë e njoh shumë mirë, dhe ai vetë vrasje nuk mund bëte punë. Kush e di si e ka patur punë? Çfarë pune? Dhe aja tha nuk kishte probleme fare, as me policinë, as me punë vista nuk kishte gatuar. Atëherë unë me drejt pyes veten, çfarë ti ke ndodhur? Pse ti ke ndodhur një gjë e tillë? Ti ja fut kot Lula. Çfarë ke? Po si mund të ke lidhje me këtë nga ato telefonatat? Ndoshta, po. As nuk ka harruar dot. E kuptoj që e ke të vështirë, e kuptoj dhe vuajtjen tënde, por mundohu ta harrosh sepse ajo ka marrë fund. Duhet ta kuptosh që dhe ti nuk mund të zgjidhësh dot asgjë. E di, e kuptoj. Nëse e di dhe e kupton, mblidh mendjen dhe mos u bëj budallaqe. Se që kam një zbrastirë, ra. Po kjo ta krijon dhe zbrastirën. Kur njeriu t'i shkputet diçka nga shpirti, krijohet zbrastia. Po nuk e mbushi, do ta zëvendin depresioni, trishtimi, melankolia. Çfarë po thua, ra, se s'po të kuptoj? Ato që kam mësuar nga poezitë e tua, po them. Prandaj motor e dashur, çau visho dhe shko ta Korogenin se është djali përsosur. Hajde. Pastaj do të lexoj poezi, do jetë shumë romantike në hijen e pemëve, rrezet e diellit. Ha lëviz. Kam përshtypjen që s'ka lidhje me poezinë ky takim. Pse? E di si më tha? Kam një problem të rëndësishëm, tha, dhe dua ta bisedoj me ty. Aha. Çopra. Sigur nuk je në formë. Nuk jam, në fakt. Duket sigur ke ardhur pa qef. Ti me sinqert? Po. Më thej që kishe punë në shtëpi, ndoshta vërtet të pengova, mund të edhe të mos vije. Jo, nuk është tek punët se gjërat rëndomta, rutinë, rregullim, pastrim, sistemim. Po çfarë, kishe ndonjë hall tjetër? Po ç'në si ka, unë jam këtu tani. Na po, më fal. Jo, po nuk është tek më fal, se themi aty që është, ktesa ishte shumë intriguese. Kam një hall, kam një problem. Edhe ti e di që unë ndaj halleve dhe problemeve jam shumë e hapur. Dhe kam përshtypjen që më janë qepur dhe s'do ndahen. Po mira, ulemi diku këtu. Ulemi? Hajde. Ka të bëjë me ne? Jo, është diçka krejt tjetër, as të shkon mendja fare. Është një ftesë për fest poezie. Po, një ftesë është, por është ftesë për të vënë kandidaturën për deputet. Deputet? Po, deputet. Bile është ftesë nga dy partitë, të cilat janë kundërshtaret më të egra të politikës shqiptare. Vërtet se s'të kam pyetur. Je në ndonjë parti politike apo jo? Po. Po? Në partinë e poetëve. Çfarë thua? Mua politika më ngjall alergji. Puna është që sa të ketë politik, do të ketë edhe parti, po me këtë jesh? Me opozitën apo me pozitën? Me kë je ti? Unë? Po ti. Unë jam me opozitën e politikës shqiptare. E di si më duken mua partitë politike. Si? Si kooperativa bujqësore. Po, të cilat nuk mburen me mbjelljet e tyre, po mburen me sa e shkatrojnë mbjelljen e tjetrit. Bile më tepër ato janë si dyqane. A ke parë, ka parti supermarket, ka parti minimarket, ka parti tezga, ka parti kioska, ka parti gabi. Si përfundim, do ta vësh apo jo kandidaturën? Po ja ti si thua? Unë them që mund të fitosh. I ri, i talentuar, që është më rëndësishme i papërfolur, pastaj je edhe simpatik. Po, edhe mund të fitoj, po nuk kam për ta pranuar. E di.
Më vjen neveri kur shoh që disa si puna jonë hynë në politikë thjesht për të shtuar kredibilitetin skandalos që kanë partitë politike. Ke shumë të drejtë, po është diçka që mund të duhet, mund të lehtësoj disa gjëra. Nuk e di, duhet ta mendosh mirë kam përshtypjen. Po, mund të humbas vetveten. Pastaj politika ka ca labirinthe që mua më fusin frikën. Si përfundim prandaj më thirrë mua? Jo. Thjesht doja një njeri që të mbante kokën kur nxirja gjithë të vrerë. Se dia ta kishe kaq hidhur raporti me politikën. Lola, ne jemi poet. Po të lutem më thuaj, në qoftë se gjen diçka poetike në politikën shqiptare, atëherë unë jam gati të bëhem jo deputet, po kryeministër. Politika jonë është një... Pi më mirë këto se hidhëruam gojën shumë. E drejtë. Ullu tani. Falni për shqetësinë se nga Të shëra fjallot që po ti e smurje me temperaturë. Ullu ty. Po nuk më gjenë që mua, jo. Ja, ullu. Ishe këtë trikon vlasë e me temperaturë. Jo, Dorim nuk e dua, faleminderit. O Dorim, lëri trikon, ti jedhim këtu batanien? O Samia, Se kjo e përmbledh mirë i ka i për temperatura. duhet pi edhe një paracetamol, jo një, 2. Dy do të japoja sa të bëje qaj se kam rrujë për të vluar. Sa të bëhet qaj, tjetë vllai diçka tjetër ty. Hiqe njërë këtë se kjo të sjellën Terezi ty, ha shpirt. Jo, nuk e dua. Ose zgjat po të them. Me këtë rast ta pim edhe bash ta heqim. Po jo, Dorim, nuk e dua. O gjeme, Po nuk e dua, pra unë e di që jam pjanec, po kthera dhe nuk e dua. Po ti dëgjona, po jo. A i thot sot nuk e pi do të s'është mirë. Lëre, ja të pi qajnë si kjo i bënë mirë. Ja dhe paracetamolin të keke. Pi se të ka i temperatura. Kam një lëmësh këtu në gjoks. Që po më djekë si zjarë. O, sot. Po pse s'më merë, po më nëjë që të vuaj kështu. shopi qaj. Pion qaj. Po pjesë ashtë në që më. Aqë, që me. Zvishë.
hajse. Jo, falemderit, nuk është i dot. Po më qa fletaja se të ngra barkun. Jo, falemderit, është vërtet shumë e mirë, po unë thash që kam një lëmsh këtu në gryp që më zë fytyn. Si kam bërë keq njeriu? Po kështu është kjo jetë, o Gjem. Pse mërzitesh? Kështu është kjo jetë. Haja super. Jo, jeni të rinj këtu në lagje edhe nuk më njini. Edhe më hapët derën, mua si planet, si njeri të rrugëve. Mos e thuaj fjallë, Gjem, për kokë të kalamajve, po ne e bëm me gjithë shpirt, mërë burri dhe. Di mërdurim e di, po unë nuk kam qenë planet. Kam punuar në minjerë 25 vjetë. Qëfar, fitoja në shtëpi e qoja. Kisha një grua shumë të mirë, e doja shumë. Më tonte shumë. Më ti që para 4 vjetësh. Ka vdekur gruaja? Që aty fillova të pi. Po të kesi e madhesh, po s'kesh të bësh në fatin, nuk kapemi dot. Kam një djalë. Nuk më bënë zemrë dhe më kohë. Nga tërë me një vajzë. A një 3 vjetë që është në Gjermani. Nusja nuk më do, nuk më trajto, nuk më shërben, nuk më lanë robët. Tonte të më mbyllë të nazi. Unë nuk pranova. More më tufë me robët, më ka hedhur në Bodrum, aty jetoj. Bodrum jeton? Po në apartament jeton ajo me të motrën. Po djali? Djali. Pa ajo I ka thënë mua atë. Jetë qeni. Demokracia. Po të pak të para, të tërgoj e kjetë? Më ka tërguar 100 marka para në një viti. 100 marka? Po me si jeton? Pension. Se kam sa të përpunë. Më falë, duhet të largohem. Po Gjeme, po rridhe pa Rridhe, sa mirë, qa po. ke, pse Luiz? Jo, falemderit shumë, falem, u mërzita me këto që u tregova. Jo, s'është e vërtet. Të urojnë fëmia, të keni gjithë të mirat. Po Gjeme, po mos lëvizë, po që ke? Jo, Gjim, shko deri tek mjeku, bëj një kontroll se mos ke marrë në jetë ftohtë. Nuk më Dëgjoj. gjenjë, po nuk më gjenjë gjë mua, Majza. Edhe nuk prisha dunja apo iku gjema. I ka gjithë të mirat. Po nuk në shetë sara, burri dhe pse më. Qa drami, qa filmi që del ky del një krye vetër, pu. Edhe të mendosh, o burr, që kjo gjë mund të ndodhë edhe në shtëpinë tonë. Do në shpitare? Pse do në ndodhë neve? Nuk ka në një arsye që të në ndodhë neve. Ah, more burr. Po sot po ndodhin kaq shumë gjëra që nuk ka arsye që të ndodhin. Sa që njeriu e ka të pamundur të parashikojë se çfarë e pret nesër. Do gjem nga shtëpia. Vetëm një herë nuk kam thënë që dua të studioja shtetit. Dhe besoj s'kan kundërshtim apo jo? Vetëm vllai. Po nuk është problemi aty toni. Problemi është se ku do t'i gjej paratë. Duhen miliona para për studiuarja shtetit. Ata të mitë nuk kanë. Lola më ka thënë që mund të ndihmoj, po prap. Shiko, mund të të ndihmoj edhe unë. Po nuk vajte ti as unë nuk shkoj. Ne jemi betuar që të shkojmë bashkë dhe mundësisht në një degë. Jo, në një degë jo, se pastaj do të na bëhet jeta monotone, do t'i çajmë kokën njëri tjetrit. Po puna është se ku do gjejmë paratë. Megjithëse mua më shtapur një mundësi. Me reklamat? Po. Kanë ofruar ndonjë rast tjetër? Pse nuk kam thënë? Ajo bosja e butikut më ka thënë që do xhirohet një reklam në Paris. Dhe ti I beson? S'ka arsye pse të ngënjej. Ajo femër mua s'm pëlqen, duket si lesbike. Ana shkrive dhe ti më keq se Lola. Pse mua ajo më do? Edhe lesbiket dashurojnë. Ahu, që ja fut koti tani. Unë mendoj se seriozisht kjo mund më ndihmoj për të siguruar paratë për shtetit. Ty nuk të pëlqen, me siguri. Nuk është se s'm pëlqen, më po... Je xheloz. Jo, xheloz nuk jam, po kam frikë. Frikë? Shiko, ti je një vajzë e bukur erë, dhe unë përgjithësi për vajzat e bukura të reklamave nuk kam ndonjë simpati. Ahu, me këto mund të shkosh jashtë shtetit ti. Kështu do na bëhesh europian. Mbase unë nuk di ta shpreh era. Po me të vërtetë thënë, sinqerisht kam shumë frikë. Atje budalla.
O, po, prapi ke hapër ato shgarravina mbi tavolinë, o burë. E po s'merdi sofu e do punoj vetë. Duhet hedhet skenë në gjemë se kam të nxehtë. Është një karakter që kullon dhimbje njerëzore nga koka gjerë të këmbët. Po nuk mund ta përfiturosh dot çfarë tragjizmi ka kjo skenë. Familja ato tragjizma tani, edhe me ndihmë shgaravinat, edhe hajt, mu shtuk që kthej. Mos. Shko atje në kafene në ato selin tënde dhe vrafsh veten dhe to gjithë ditën e Mos e më ngatrove episodin. Çap, po më përzoti kështu? Kam 500 punë dhe nuk dua të të kem në përkëmbë. Hajde, ik merr. Po të pengojmë ja këtu në tavolinë do rrit. Po tavolina më duhet edhe mua o burë se do bëj petët e byrekut. Dera. Hapen çik dera. Hapur është. O, dajo. Hajde, o betim, hajde, Xhan Mirsev. Mirë jeni. Çmirë zeza. Nuk është e jot motor, po më përzoj nga shtëpia. Vazhdon filmi këtu? Dajo të bësh një film është njësoj si kur bën një hidrocentral. E kënë Terezi. Po Flori ku është? E ku dim ne më da, jam thuaj ti ku është. Jo, Flori iku që më tha se do të rinde tek një shok se kishe ditëlindjen. Ju ka gënjur? Çudi se ka bërë herë tjetër këtë punë. Ka qenë në Vlorë. Edhe sot mëngjes, duke u kthyer prej ande ka bërë aksident me makinë. Aksident? Qika të? Ku është djali? është vrar? Fol betim. Nuk është vrar. Ja vetëm disa gërmishte të vogla. Të lutem thom të vërtetën. Ku është djali? Mos është gjë në spital? Jo, nuk është në spital. Ku dreqen është, ma e kanë arrestuar? Po, e kishin ndaluar. Edhe do të kishin bërë mirë ta kishin mbajtur atje. Po çmutin donte në Vlorë, more, të ëmën apo tatin kërkon në Vlorë ai djalë. Nuk e di. Faji ishte i tij. Unë sa e mora vesh shkova me njëherë. Mirë po e kishin liruar. Atëre që nga pa faj? Faji ishte i gjithi i tij. Por dikush ka ndërhyrë dhe kanë liruar. Kush ka ndërhyrë? Nuk e di. Prandaj erdha që ta pyes. Kujdes e më dhëm, kujdes! Të kam porositur 100 herë. Ec me kujdes të thash. Nuk është puna vetëm të aksidente që bën ti, por nuk duhet ta tërheqësh vëmendjen këtë, mos e harro asnjëherë më dëgjon. Po të thash më një herë që isha përpara vdekjes, edhe kur e pash veten time që shpëtova, thash ta lëshoj një herë makinën. Ti ke një herë fluturoja. Ore, di ti që për këtë gjëra të fluturon koka ty? E di shpirt, e di, po tani do të ishe përpara arkivolit tim duke më qarë. Bosi i çmendur dhe mos zbraz mua. Ku e gjete këtë idiot, më tha. Oh, tha idiot për mua? Më tha mua si parathonje, se çfarë do thot ty kur të takoj, këtë nuk e di. Shkërdhata. Mos i mbarova punën, thot dhe idiot, e? Dgjoj, mos u bëj kalama, që kur kemi hyrë në këtë punë, kokën e kemi të shitur. Prandaj qepe. Hë? Eko, dëgjova se do bëhesh deputet. Jo, do bëhem president. Kush ishte kë? Kë? Në që e njeriu që më hap bukën. Në tipa të tillë të hanë shpirtin. Mu duk si fytyrë e parë. Po duhet ta kesh parë në ndonjë kronik televizive. Kë nuk lëm miting, aktivitet, konferencë shtypi partie pa shkuar. A, është nga atë partive. Po, ka 10 triska partie në xhep. Bo, kul me I ka treguar vetë. Shkon tek partitë, paguan kotizacionet, bën biznes me to, është një nga këta, o borrucët e ndyrë. Sa gjë për shtirë. Edhe t'imagjinosh që kishte edhe një fytyrë ashtë të qeshur. Kush, këta kanë fytyrë? Këta s'kan fytyrë, këta kanë një mask prej parafines. Këta janë si ai krimbi, që na është futur në gjak, në shpirt, në tru, edhe në lëvrin, edhe ne themi pse kaq pislik, pse kaq mërzi, pse kaq korrupsion. Janë këta lola, këta, njerëzit pa emër, puthadorët e ndyrë, njerëzit pa kollon. Shumë i natë pas këm duket. Ai luan me tezerat e partive si me letra Bigjozi. Është milioner, Lola, është milioner. Ai sa herë më shikon më thotë, poet, ke ndonjë vëllim të ri? Edhe unë ndihem i thyer. Ndihem shumë i thyer. Vëllimin e dytë deshe kam ndjekur për shkak të këtij. Më fal, Lola, më duket se të mërcita edhe ti. A, po të vestis gjë dora ime? Jo, për kundrazi. Duket se të lodha. Jo, nuk u lodha, po ndjeva një si debolesë dhe doja të mbështetesha diku. Ne, edhe mua mu errën sytë dhe doja të mbështetesha diku.
Përsa e vështirë që nga sot të gjesh një vend ku të mbështetesh. Mirë dita. Dita. Ta drita si ke qenë mirë? Mirë, ti si Që ke si durimi, Lola? Mirë. Era në dhomës. Era! Shko vetë, mimi, shko vetë. Hami. Prapi le 2 orë të fundit sot, ë? Kisha ca punë. Pyeti matematika për ty. Po, ka dhënë shumë detyra. Do t'i shikosh shënimet apo do t'i shikojmë bashkë? Shënimet do i marrë, po ka marrë për diçka tjetër. Do më bësh nder. Fol pra. Eja sonte te shtëpia ime dhe merr lej që të flektu. Po, pi them unë, hajde. Po puna është unë s'do flektu. Prap me ata çuna ti? Po unë e dua o Era, edhe i çmendet pas meje. Pastaj sot duam të kalojmë natën në Bregdet. Kurse unë viti them njerëzve të tu që ti do jesh këtu, a? Po pra po ata vetëm këtu nuk dyshojnë tani o got. Po njerë gënjeva për të shpëtuar, nuk mund të të mashtroj gjithmonë për të mbuluar gabimet e tua. Po mirë, kjo është radha e fundit, të betohem. Po sikur të marrin telefon ata. Po ja është këpusun telefonin o got, ose çaj kokën fare. Edhe këtë ke arritur ta mendosh? Shiko shkollën se je në 3 lëndë ngelse. Pse mos do bëjmë nxënëse mirë dhe do studioj jashtë shtetit. Një cop diplomë do marr. Pastaj e shoku im ka ca plane. Po si thua, të lutem. Jo, nuk mund ta bëj dot. Vërtet? Antita më dëgjo. Po ti nuk kupton që kjo natë ka shumë rëndësi për mua. Këtu varet jeta ime. Të lutem mos shko. Harroja ata djem dhe mos i tako. Nuk e di, po unë sot kam një parandije shumë të keqe. Po ti nuk e njeh atë çunin, se po ta njihje nuk do flisje kështu. Ha, si do bësh? Jo. Sinqerisht e ke? Sinqerisht e kam. Madje që ti me sinqert më kam porositur që mos takohem më me ty. Të kam porositur? Ose më mirë më kanë urdhëruar. Po kush? Njerëzit e shtëpisë. Po kush pra? Po çfarë rëndësi ka? Pse? Nuk e di, nuk ma kanë thënë, vetëm më thanë që mos takohem më me ty. Prandaj më the se kishe një perandije të keqe. Po. Po Ira, e ke gabim. Edhe ai apo ajo që të ka thënë, të gjithë e keni gabim. Kisha nevojë për ty kurse ti. Dgjoj Antita, unë nuk mund të ndihmoj ty sa herë tek e ty për gabimet e tua. Ose më mirë nuk dua të ndihmoj. Po. Hajde. Mirë, hajde, shifemi. Ciao. Shka bërë mëri idiot. Sa të thaj unë. Hajde, merë vesh që kjo që bërë është një çmenduri. Jo, thash një herë, shef, që kjo punë... Mund t'ishte bërë hataja, do ikin milionë, do fluturonin koka njerëzish. E di. Edhe e para do të fluturonte koka jote. Nuk e ke marrë vesh që kjo puna jon është një rrugë pa kthim. Është një portë që hapet vetëm për të hyrë dhe nuk hapet më për dalë. Alo. Po. Okej. Hajde, ciao. Isha i lodhur. Gënjen. Isha pa gjumë. Ishe i pirë. Vetëm një gotë kisha pirë. Mbylle! Po si kur të kontrollonin makinën dhe të gjenin atë plaçkën. Po si kur të gjenin armën. Po shef, unë e kuptova këtë punë dhe e di shumë mirë. Ju mund diti. Se sa kam paguar për ta mbyllur këtë histori, e diti? Jo, nuk e di. Po kush të nxorri nga policia, e di? Juve më. Jo, unë jo. Një njëri tjetër që as ta pret mendje ty. Po s'ke fajt, jo. Kam fajon që merrem me idiot si ti. E mora vesh gjithë këtë histori, po s'ka nevojë të ofendosh tani. Të ofendoj? Për këtë punë mund edhe të vras. Kërcënon. Mbylle! Aty është ai?
Shefi është i zënë. Oh, nuk e dije që pas ka marrë sekretarit të re. Jam i zënë. Oh, pas kemi edhe komshiun. Ç'kemi? Jam i zënë, thash. Urdhra? Dil për jashtë dhe prit mëroj. A i kemi lënë orën 2 do ham drek me ata. A të gjonë ti çfarë të themun apo jo? Ti mos u largon, prit aty. Si s'ke turp që sillesh me mua si ndonjë rrugës. A ishte duke në shkatruar. Ç'më duhet mua ç'ketim ata? Si s'të vjen zor që më ulëri mua në sy të njerëzve. Do më lësh rehat apo si e ke hallin? Edhe asaj zuskës për jashtë ati, kisha thënë mos më lindet hyja brenda. Do të më çon kokën. Ashtu, a? Mua po më del ty nga koka. Shtretin dhe si që erdhe këtu ti. Duhet vjetit më merr një mua. Po me që ti nuk erdhe, në telefon nuk more. Makinës se dërgove. Vetëm the që do shkojmë për drek me ata. Ndja të shkoni me gjithë drek. Edhe të kam të 100 herë. Para se të vishtu merë në telefon. Ishin në rrezik të madh, merr vesh ti apo jo? Po ti e merr vesh që unë nuk jam as shërbëtorja as sekretarja jote. Po jam gruaja jote. Isha me Rugenin. Nuk e di, por ky takim më ka lënë një ndjesi të çuditshme. Kur unë isha shumë e trishtuar, ajo që më tha Daja për vetvrasjen e tij më tronditi. Dhe nuk desha të dalë Rugenit në takim. Do të kisha bërë një marrësi. Ishte një takim jo si gjithë të tjerët. Më duket se sonte sikur zbulova tek ai diçka të çuditshme. Tepër të rejtse, ai ishte aq i sinqert, aq i ndjerë. Filozofia e tij për jetën më emocionante dhe unë po e ndjej atë. Gjetnja më shumë brenda meje. Nuk e di pse pata nevojën t'i vus krahun dhe të mbështetem tek ai. Dhe ndjeva veten më të lehtë, më ngrohtë. Ai sikur pa hoqe një pjesë të trishtimit. Dhe sikur lodhi në shpirtin tim një lëndë të çuditshme, që po më ndiste dëshirën për të jetuar, por edhe për të harruar shumë gjëra. Unë po e ndjej atë që t'njeh më shumë brenda meje. Përfytyrimi i tij më shfaqet në rrugë. Më vjen aty në punë. A lind kështu një dashuri e re, mbi plagën e një dashurie të vjetër. Po? Ç'po bëj? Punë si zakonisht çfarë duhet bëj? I nati, po, sigurisht ashtu si u solle ti, çfarë duhet bëj unë? Sidoqoftë, po ta fal edhe kësaj radhe. Po, po. Çfarë? A nesër? Mirë, ti e di punët e tua. Po, po. Mirë, miru pafshim. Po pra të putha, nuk e dëgjove? E ja dhe njerëja. Mirë, ciao. Ciao, ciao. Ka ndonjë problem? Ishte ai. Nesër kthehet nga Vlora. Nesër. Nesër. Se e budalla, je i krisur. Shkon e gjen Belan me dorën tënde. E po mjaftë e shave. Nuk thua shiqyr që e pruri kokën gjallë në shtëpi? Po ne jemi për të ndezur një qiri sot.
Ç'deshën Blordi? Kisha punë. Çfarë punën? Punë peshku. E kujt ishte makina? E një shoku tim ishte. E kujt? Po nuk e njeh ti o daj tash. U interesova në kartotek. Targa e se makine nuk ekziston fare. Po që më duan mua targat njerë. Unë I kërkova makinën, ma dhanë targat, thot. Ore, që janë këto targa, që janë këto makina, që janë këta shokë që nga trohesh ti? Po 100 herë më I kam thënë, i mërë e ka plogja E mjaft, e mjaft. Aman, Nori, po nuk e shikoni se si është ka ta ndisur djali? Flori të pyeta më duket. Nuk jam netu e si këtu o daj. Jo, je I sigur që nuk e ngatruar në një histori? Ahu. E I personi që është interesuar për ty të të nxjerrë nga policia, është një person një rangu shumë të lartë. Shë. Nuk e njoh. Nuk më intereson. Hap sytë se do të thyesh kokë. A mbaruat me pyetjet zoti prokuror? Pse u mërzite ti? Po, u mërzita. Ja, u mërzite ti e na u prish gjiza ne këtu, me veshti? O baba, do m'lesh qeta apo jo? Ore që unë po s'ja fut kot kyre, diçka di. Po fol, o betim, fol. Si shpuna? Jo, unë nuk di asgjë të saktë. Di vetëm atë që kështu si sillet ky me siguri do të thyej kokë. A do m'lini qeta apo ti iki fare nga shtëpia? Mos është policia. Po ngrijeni në telefon. Alo? Urdhëna? Të kërkojnë ty. Alo. Aha. Po. Zakonisht ne nuk japim, po... Mirë pas nesëm. Jo, më 10:30. Ke kafe aty e kemi Seline. Mirë pafshim. Kush ishte? Më na betën ta gazetarët për shkak. Këta të kohës son janë shumë bezdisshëm dhe duan intervistë për filmin prapë. O pika ty me gjithë intervistë, e me gjithë gazetar, e me gjithë skenar. Po nena ka rënë flaka në shtëpi brenda more burr. Qa ti bëjmë çfarë do më Po na lojtë në mëndsh. Alo. Më fali më shok. Ajo tha ta merrni pas nesër. Kush? Oh. Ndëgjo, andeta ishte këtu, po ka kohë që ka dalë. Po, ka dalë. Natë në mirëshën. E dëgjove ti? More vesh o burr. Andeta, akoma nuk është kthyer në shtëpi. Po që po e të kështu me këta kalamajt tanë?